Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar shikues, ju përshëndesim kudo që jeni, selamu alaikum. Jemi me emision në radhës, emision javor, i transmetuar në faqet të Bashkisë Islame, në rrjetet sociale dhe në YouTube dhe në Facebook. Me profesorin e nderuar Mustafa Mehdi Avolli, trajtesat tona kanë bëjnë siç edhe titullohet emisioni rreth fikut hanefi, pasi që edhe profesorin e nderuar ne kemi të specializuar në këtë fushë. Dhe kemi arritur deri tek më i madhi i imamëve, Imam Ebu Hanifja, që faktikisht në emisionin e kaluar kemi folur rreth jetës tij, lindjes, moralit, adhurimeve si ka qenë i përkushtuar ndaj tyre, Imam Ebu Hanifja. Ndërsa sot kemi të bëjmë me shkencën se si ju ka qas ai shkencës, diturisë tij. Meqense edhe e kemi emëru kështu emisionin si trajtesë të veçantë, më i madhi i imamëve dhe ashtu njihet edhe në terminologjinë arabe origjinale islame që studiohet kudo nëpër botë. Kështu që neve pa humbur kohë i dëshirojmë mirëseardhje profesorit nderuar dhe profesor meqense Imam Ebu Hanifja ka lindur në Kufe, kemi folur në emisionin e kaluar, sigurisht që sot ju pasqyr pak më gjanë rreth Kufës, se çfarë pozite ka pas në atë kohë, sidomos dituria në qytetin e Kufës, shkenca që në të ka lind edhe Imam Ebu Hanifja, por edhe atë i ka marrë fillet e para diturisë dhe ka vazhduar me tej. Po, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Omar ibn Kajsi ka pyet Imam Ebu Hanifën, rahimahullahu ta'ala, dhe ka thonë prej ka ke marrë këtë dije ka që thellë të fikut. Dhe Ebu Hanifja i është përgjigj ka kuntu fi ma'den il-ilmi wal-fiqh. Kuntu fi ma'den il-ilm wal-fiqh. Praktikisht ka dorë zoti që ai të jetë në, si shprehet, në mënyrën e dijes dhe të fikut. Fajalastu ahlaha. Dhe normalisht i kum najdoti dhe kum marrë pej shumë djetarëve të Kufës. Thumma lazimtu faqihan min fuqahaiha, e pastaj i kum bashkangjit, do të marrë speciale tash, kum marrë dije pej këtyre djetarëve të Kufës, ndërsa në mënyrë të veçantë, por mos e po e pyet si për fikun, kum marrë, i kum bashkangjit dhe nuk ju kum nda. Njënit prej faqihëve më të mëdhtë që ka unë ummeti, normalisht më i madh në kohën e tij në Kufë, që është halk për halkave të shkollës së themeluar për Abdullah ibn Mesudit, shoku i shkollës. Po, dhe ati nuk ju kum nda, edhe si do të shohim, ashtu praktikisht nuk ju ka nda deri në vdekje. Fa nafa'ani Allahu bihi. Me thonë popullor që ja kum pa shumë hajrin. Soti ka dhënë shumë begati për shkak të shoqërimit që ja kum bë këtij alim dhe këtij dietarit madh. Ebu Hanifja e quhen Kufën minjera e dijes dhe e fikut. Dhe në realitet, nështë për mos me marë shumë kohë, se në disa pej trajtesave të mëhershme në veçanti ju kemi qasë kësaj çështje, për shkak të evitimit të disa pavërtetave që përkujnë me gjendjen reale dhe historinë e këtij qyteti dhe sidomos Kufja si djepi dijes dhe shkencave islame. Me pak fjalë, Kufja ka qenë kryeqytet më herët në kohën e politik i shtetit islam, ndërsa deri në kohën e Ebu Hanifës edhe më vonë ka qenë kryeqytet i dijes. Kështu që ka bërë flamburin thujse në gjitha shkencat islame dhe thujse gati nuk ka pas në asnjërin prej tyre konkurrencë student. Nuk ka pas Basrën, janë konë afër, shumë shkenca kanë bërë konkurrencë, po nuk janë konë nivelet të Kufës. Kështu që siç e kemi përmendur atëherë, kemi në fushën e hadithit, kemi përmendur për dietarët e hadithit kur kanë përmend emrat e mëdhaj të gjitha qendrave islame të asaj kohe, Kufja ka pa konkurrencë, mas shumë t'i ka pas dietar të hadithit. Kur janë përmend emrat e fikut, kemi pas marrë atëherë dëshminë e Ibn al-Qayyimit në Ilam al-Muwaqqi'in, kur i përmend historikun e fikut dhe zhvillimit të tij, përmend në kohën e hershme, në kohën e tabiinëve dhe mas tyre, cilët kanë qenë faqih më të njohur të botës islame, përsëri e shohim që përmend dietarët që fuqahaja
faqih jurist të njohur të Medinës, të Mekës, të Shamit, të Egyptit, Basrës, të Kufës, po kufja pa konkurrencë, përmend emra mas shumëti. Do të thonë, kështu që në gjitha fushat, si në lexues të Kuranit, se asket, si në ilmul kalam, në shkencën e besimit dhe njëshmërisë së krijuesit, varësisht çu quhet më vonë, shohim që në Kufe kemi pas ose kufja e ka pas, si thash flamburin, dhe ka qenë kryeqyteti të gjitha shkencave islame. Për këto Imam Ebu Hanifja ka përshkruar me pak fjalë. Ka dorë Zoti që unë të lindi dhe të jem, të zhvillohem, të rritem dhe të marr dije, të jetoj në vendin ku është konë miniera e dijes dhe e fikut. Ata kufja kun, edhe pse normalisht na si do të mësojmë përmend pak më vonë, Ebu Hanifja nuk ka marrë dije vetëm prej dietarëve të Kufës, siç tentojnë dhe mundohen disa me përshkruaj, po do të shohim që Ebu Hanifja ka marrë dije edhe prej qendrave të tjera. Shkencëtare, po në Mekë, në Medinë, në Basra, siç do të shohim tash në vazhdim inshallah. Profesor, tash u kuptuar që kufja faktikisht një qendër e zhvillimit të shkencave islame dhe tash është një standard gjithkohë në botë kur fillojnë fëmija mësimin për me marrë dijen. Kështu që me qenë se personalitet ka qeshuar Imam Ebu Hanifja i shkollës më të ndjekur islame, sigurisht do të ishte në interes të shikuesve që ta dinë pak edhe kur ka filluar dhe si ka filluar me marrë dijen Imam Ebu Hanifja. Imam Ebu Hanifja në fëmijërinë e hershme, për shkak se rrjedh nga një familje shumë fetare, transmetohet se gjyshi i tij, kur i ka lind baba i Imam Ebu Hanifës, Thabiti, baba i Ebu Hanifës, kur ka lind, e ka marrë dhe e ka quajtur Aliu radiallahu ta'ala anhu, tash ka qenë Aliu kryetari i shtetit islam, dhe Kufja ka qenë kryeqyteti, si thash pak më herët, kryeqyteti politik i shtetit islam. Mos ka qenë Medinë, në kohën e Aliut, kemi Kufën si kryeqytet të shtetit islam. Dhe e ka marrë me vete djalin e tij, i cili është baba i Imam Ebu Hanifës, fjala është për gjyshin, gjyshi ka marrë djalin e tij, i cili është baba i Ebu Hanifës, dhe ka ardhur te Aliu radiallahu ta'ala anhu, dhe i ka sjell një lloj ëmbëlsire që quhet feludheq, ëmbëlsirë që vetëm mbretërit dhe princat dhe të pasurit e mëdhej kanë pas mundësi me pasur në sofrat e tyre. Kjo flet për aspektin material, do të thënë familja e Imam Ebu Hanifës kanë qenë familjeve të pasura tradicionalisht, jo vetëm prej Imam Ebu Hanifës, i cili gjithashtu ka qenë i pasur, po babgjyshi ka qenë prej të pasurve, baba i tij që e ka trashëguar pasurinë dhe tregtinë, thotë se kanë qenë tregtar të mëndafshit, natyral, si çështje kryesore që e kanë pas, e ka trashëguar prej tira. Pa e që deshta me thonë është se aq fetar ka qenë, e ka marrë djalin e tij, që në këtë rast është baba e Ebu Hanifës, dhe ka ardhur te Imam Ali radiallahu ta'ala anhu që të lutet për fëmijën e tij. E ka bërë si dhuratë ëmbëlsirën që përmendum, dhe ka kërkuar prej tij që të lutet. Dhe Imam Aliu radiallahu është lut për babën e Ebu Hanifës dhe e ka lutur Allahun xhaleshanu që ti ta begatoj me pasardhës të bariqetshëm, që është rezultati i Imam Ebu Hanifja ma vonë. Po ajo që deshta me sqarua është se do të kemi të bëjmë me një familje shumë fetare, do të me gjenerata. Kështu që në familjet që janë konë fetare, sidomos në Kufe, ku janë konë të shumë me lexim të Kuranit, fëmija qysh në moshën e hershme e kanë mësuar Kuranin për menç. Dhe në këtë fëmijërinë e hershme, praktikisht për Ebu Hanifën, përveç mësimit të leximit të Kuranit, e që ka qenë i shquar me leximin e Kuranit deri në vdekje. Do të thotë edhe nëse mundohem me zvogëluar numrin e asaj që është transmetuar, për shembull, në Ramazan kanë një kapëm shifrat pa imagjinueshme, 60 hatme, po sido që të jetë 3 ditë që ne ka pas gjithë me hatme mas po këti. Po, për ata edhe kemi thonë në ushtuit e luetet shtyll, kodër, se gjithëherë për shkak leximit të gjatë në namazin e natës të Kuranit, do të praktikisht ka qëndruar shumë gjatë qiyam, qëndrim kom, duke lexuar Kuran përsëritje dhe namaz, njëjtën kohë.
Dhe kështu që ajo që mund me armë si përfundim, për këtë fazë dim pak, mirë po se e ka filluar Imam Ebu Hanifja, e ka mësuar Kur'anin përmes qysh në kohën e hershme, nuk ka dyshim. Dhe do të është faza e hershme e tina. Profesor, zakonisht ka raste për protagonist ndaj që nifen me përmbasa globale që është boshkaktar dikush ose diçka për mjë qas hallkave të dijes. Imam Ebu Hanifja kishte dikonin që o bo si shkaktar që ky i bashkangjitet hallkave të dijes? Po, vetë ai tregon Imam Ebu Hanifja, në fëmijërinë e hershme, do të leximi i Kuranit, po se ka qenë çdo fëmijë, çdo familje fetare, fëmijët i kanë qenë mësuar. Ka qenë sistem do të thotë. Po, deri unë kanë qenë edhe tek neve. Edhe në kohën e komunizmit ose socializmit, neve në Prishtinë kemi pas për imamve, qëllore që i kanë mësuar fëmijë vazhdimisht. S'është keq pse mos më përmend Mulla Bahtir Majancin, i cili ndoshta gjatë vitit ka qitë në zonësa që i kanë mësuar Kur'anin të ai. Xhamia e Sudje Efendis që është përballë komunës, ka njerë ma shumë se medresja. Është një konjoni prej atyre që ja ka unë Zoti. Kështu që familjet fetare edhe atëherë të na, e lemon kufe, e lemon në gjeneratën e hershme, kur po flasin kur muslimanët kanë qenë hala shumë fetare dhe kanë qenë të dhonun, sidomos pas leximit të Kur'anit. Po ajo që del më pasen, fëmijërinë e hershme e Ebu Hanifja, leximin e Kur'anit dhe ka parapëlqyer me nejt nga të bobësën në dyqan. Do të ma pak të dietarët. Dhe një ditë prej ditësh, thot isha në xhami kur Imam Shabiu, në një prej dietarëve më të gjitha kohërave. Unë ftoj më thirri, eja, dhe shkova, ju afrova Imam Shabiut, tha ila men takhtalif, me kanë po shoqërohesh. Edhe thot unë i thash me filanin. Fjalën e kisha për në treg, për tregtarët që janë në treg. Tha jo e kom fjalën, po Imam Shabiu po thotë Imam Ebu Hanifes, i cili është tash shumë i vogël. Dhe kom fjalën me kanë po shoqërohesh për dietarëve. Do të pejkoj po me mësim. Kusha hoxha jot që po thotë tash këtë farë kohë. Thot valla nuk shoqërohna shumë me ta. Ripak. Thot jo, ti duhet të shoqërohesh me ta. Duhet të shoqërohesh dijen, kërkosh dijen dhe të shoqërohesh me dietar, sepse inni arake fike unë shoh në ty zyrësi të rallë dhe gjallëri të çuditshme. Zyrësi të rallë dhe gjallëri të çuditshme. Të fawaqa fi qalbi. Këtu fjalë dhe vërtuam të ellnar, shpirtin dhe zemrën time, dhe prej këtu kom fillue të merrem me dije dhe të shoqërohem me dietar dhe siç thotë ai, Allah më ka dhënë bereqet dhe begati të mëdha nëpërmes fjalëve të këtij dietari të mëdha që është Imam Shabiu. Mashallah. Profesor, tash flitet, shkruhet dhe përflitet shumë emri Imam Ebu Hanifes, por në fillim me çfarë shkencë më shumë ka qenë i afruar Imam Ebu Hanifja, apo është e vërtetë që thuhet mas ilmul kelamit? Po, thuaj që të gjithë dietarët që kanë shkruar rreth biografisë imamit të madh Ebu Hanifes ose më të madh të imamëve, Imam Ebu Hanifes, Imam al-Azam, janë unik rreth këtij elementi se Imam Ebu Hanifja mas pari është marrë me ilmul kelam. Ilmul kelami, i cili në këtë kohë ka filluar të veçohet dhe të dekzohet dhe dietarë të merren shumë me të dhe jofte tash thon to shtyrja me fjalë, monodharat mes dietarëve rreth kësaj çështje, polemika dialogje pe më ndryshmeve, e që Imam Ebu Hanifja vetë pranon thotë në fibadi ila në fillim thotë jo marrë me ilmul kelam. Dhe do të me shkencën e besimit, se ilmul kelami në realitet shkencat islame këto dietarët mundohen me i kthyer dhe me i mbështet në hadithin e Xhibrilit. I njoftën,
hadith sahih që është ardhur te pejgamberi alayhis do të ka qenë shoqëri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Xhibrili ka ardhur, dhe hadithi pak më i gjatë mos shkojmë me përmend në detale. I ka vënuar gjën te pejgamberit alayhis salam, i ka vënuar duart mbi pranën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë ja Muhammed akhbirni anil iman, pastaj akhbirni anil islam dhe në fund akhbirni anil ihsan. Më tregon mua rreth besimit, rreth islamit, rreth e ihsanit ose po them tash bamirësisë. Dhe pejgamberi alayhis salam është përgjegjës në gjitha. Po më përgjigj, më tregon mua çka është imani, ka përmend kushtet e imanit, 6 kushtet që i njohim gjithë. Dhe kjo konsiderohet si mbështetje për shkencën e tauhidit ose ilmul kalamit që është në fazat caktuara. Akhbirni al-islam, në kushtet e islamit, do të shahadeti, namazi, zakati, agjerimi dhe haxhi. Dhe këtu praktikisht konsiderojnë si mbështetje për shkencën e jurisprudencës ose të fikut. Dhe ihsanin, që është mirësjellja, po praktikisht këtu bën mbështetje ose mbështetet në shkenca e tasawufit që masalej pak se cila ka pas çorditje, shtramime sane edhe pse na po më mundove sot në mes mi alona dhe me çit kret pelues praktikisht ka mbështetje edhe në hadithin që po e përmendëm. Po Imam Ebu Hanifja është marrë me ilmul kalam në fillim, nuk ka dyshim. Deri sa thot hatta asbaha yusharu ilay. Tamrid nivelin deri sa disa rivajete se thot nxënësi i tij Zuferi, thot hatta asbaha ra'san fihi. Sipas transmetimit të parë deri sa me isharat super me ilmul kalami dhe kush me dalën me sarua, me komentua kush është hoxha, kush është kryesori, me kishte të bëka Imam Ebu Hanifja. Ose si thot nxënësi i tij më vonë, thot deri sa është koka e dietarëve të ilmul kalamit. Për ta thot Imam Ebu Hanifja kam hy më shumë se 20 herë në Basra, praktikisht me i kundërshtue dhe me i luftue sektet që kanë filluar të paraqiten shiat e hawarijt e safavit e pe sekteve të tjera, të cilat normalisht për shumicën e shoqëruesve janë të panjohura. Fatkeqësisht kanë filluar ka pak me marr krah edhe në kohën e fundit, dhe ndoshta ka me pas nevojë përsëri me dal dikush si Ebu Hanifja që i kundërshton edhe i kundër me argumente normalisht. Për ata ka qenë kështu. Po ka qenë më shumë se 20 herë shuna unifen, që sot Ebu Hanifja, mirë po Ebu Hanifja përmend që ato hyrja në Kufe me ju kundërhy sekteve në Basra me ju kundërhy sekteve caktuara nuk ka qenë vizit kalimthi, po kanë herë të kumnajt me muaj, kanë herë me vet. Që do të ka qenë bajagi gjatë. Po krejt kjo aftësi dhe zotësi dhe dukja në paha dhe dalja si imami i fushës është praktikisht na bujojmë fjalë për një të ri i cili ndoshta halasi ka 22 vjet. Këtë moshë edhe ka rritë. Po praktikisht po. Kështu që mund të themi se po në fillim Imam Ebu Hanifja është marrë me shkencën e ilmul kalam. E qartë. Dhe më vonë tash neve po flasim në aspektin e shkencës së fikut. Po. Atëherë për Imam Ebu Hanifën kur ju kthye shkencës fikut ose si u bë shkaktar që shkenca e fikut nëse shkencën e ilmul kalam. Saktësisht nuk e dim, po mundet mund të një rezultat i cili është ndoshta deli i sakt kur ka filluar më marrë me fik praktikisht. Thot ishan xhamin e Kufës dhe hyri një grua, thot Imam Ebu Hanifja, është njëri prej shkaqeve që përmendën që ka kaluar në fik. Dhe erdhi grua, thot na po merreshim me hallkën që ishim. Hallkat dieshin kon atëherë praktikisht hoxha ose dietari është ul ata në formë të rrethit. Dhe gjysmë rrethit ndoshta, më drejt me thonë, janë ul para hoxhës. Ose para dietarit dhe kanë dëgjuar ligjëratat e tij në shkencë të caktuara dhe kjo ka zgjat kanë me vjet derisa ai ka miratuar që atë shkencë ata e njohin dhe e din. Dhe normalisht Imam Ebu Hanifja u kon udhëheqi kësaj pune. Një grua ka ardhur, ka pritur deri gruaja, i ka ofruar Imam Ebu Hanifës, ka thonë a bën me pyetje, ka thonë po. Thotë pyeti Imam Ebu Hanifën thotë si realizohet shkurërzimi simbas sunetit.
shkurëzimi, si realizon bashkëshorti shkurëzimin e bashkëshortes së tij sipas sunetit. Talak e sunni. Dhe Imam Ebu Hanifja së din përgjigjen. Dhe e udhëzon me shkue te shkolla e fikut e Hamadit, e mësuesit tina ma vonë. Dhe të shko pyet atë edhe ka dvish të regom çka të tha. Dhe shkon ajo, pyet Hamadin, edhe Hamadi i kallzon. Dhe shkurëzimi sipas sunetit, masit përfundojnë menstruacioni, bashkëshorti e shkurëzon bashkëshortin e tij pa pas kontaktin tim me te. Dhe pasaj pret ajo edhe 2 menstruacionet të tjera që më bo të rrisin sipas ajetit dhe konsiderohet shkurëzim sipas sunetit. Thot Imam Ebu Hanifja kur e kum ndërgju përgjigjen i kum marr mbathjen pus nallet me veti edhe jam shkuar dhe ju kum bashkëgjit hallkës së Imamit Hamadit. Mirë, kur ka qenë kjo? Tash, nëse i kem parasysh disa numra, mundum parafërsisht me ditë çfarë moshe ka qenë Imam Ebu Hanifja në këtë kohë. Imam Hamadi ibn Abi Sulejmani ka vdekur në vitin 120 Hijri. Imam Ebu Hanifja është në farë mënyrë gati gjithë ata që kanë shkuar për jetën e tij janë unik se ka mësue prej Imam Hamadit 18 vite. Ose deri në vdekje, kur nuk e ka ndohë. 18 vite. Tash Ebu Hanifja kur e ka marr mas si ka vdekur mësuesi i tij moshën 120 Hijri dot, praktikisht Imam Ebu Hanifja në këtë kohë ka pas 40 vite sakt. Kohën kur e ka marrë dhe ka udhëheq shkollën, pas mësuesit i tij mas si ka vdekur Hamadi, rahimahu Allah i pamëshuar të gjithë, ka qenë në moshën 14 vjeçare Imam Ebu Hanifja. Nëse ja hikum 18 vjet sa e ka shoqëruar, atëherë dalëm se Imam Ebu Hanifja ka qenë në moshën 22 vjeçare. Ku ju ka qas fikut. Do të praktikisht deri këtu e kim pas hoxhin kryesor imamin e dietarëve të ilmul kelamit. E që ose kemi një libër që po, që shkruaj ose akaidit ose po. Që e kemi atje se ka një libër të shkruam në këtë fushë, i cili quhet Fiqhul Akbar, që sot e kësaj dite ekziston dhe është i komentuar dhe është për librave që flet për qëndrimet e Imam Ebu Hanifës në çështjet e besimit. Profesor, tash me qenë se ky faktikisht Imam Ebu Hanifja një jetë ju ka kushtuar dijes dhe si referencë ose si themelues i shkollës së mëdhejbit Hanefi, është në interes gjithëve që të dim pak mësuesit, dietarët, numrin e tyre ose kush ishin ata që tek të cilët ka marrë dije Imam Ebu Hanifja. Mirë, në fjalën e tij në fillim kur tham thotë Ebu Hanifja kam lind në mënyrën e dijes, jalastu ahla. Do të praktikisht jam shoqëruar me dietarët që bile kur njëri për i verzione kur përmendet se Ebu Hanifja ka kaluar në fik, thotë kum studiua hadithin dhe mas studimit kum mendua që s'ka vlen me vazhdue më marrë jetën me te. Për arsye se ose kanë me thonë po harron, ose kanë me thonë i rajshëm, ose hadithet do të që edhe praktikisht në thonë tani ma vonë që zotin. Po shkon, thonë me imsue kirajetet e Kuranit e tani qka. Dhe të imsue të mire dhe më marrë me ta. Do të gjithë shkencë për me kështu që të regon që mu me Ebu Hanifja para se me kalu në fik, në herë praktikisht ka post një kulturë leximit në gjitha shkencat islam. Ka shkëlqit faktikisht njerë këto tjera. Përmen po akaidin edhe thëtë bile për shkak mos vazhdimit në akaid në çështën e ilmul kelamit, shkencën e besimit, ka përmen si largimi prej saj edhe që i kanë ndaluar shokët e tij tani me hin dialogje rreth çështjeve të akaidit të sene. Thotë djali i tij në disa pinxonsave në rast për rasteve thotë ti je shkuar në Basra dhe ke hin dialoge ke praktikisht jeshtu me tjerë të ke luftu. Thëtë po ka dalua koha jonë për juves. Thëtë në kohën tonë, na kërë kemi pas kundërshtarin, jemi marrë me te, kemi hin dialog me te, sikur me pas mbi kokë zështë. Që është njeri që mos më lëvizaj, jemi friguar që aj përshet,
po bjen kufër, po bjen mosbesim, se që është i besimit. Na kemi ruajt shumë të madhe. Ndërsa ajo që jeni tash ju po knoqi, po gëzoni kur po ai përshet. E nëse njeri rrshet në çështje të besimit ai bjen kufër. Nëse ti bëhet shkak dikush me kaluan kufër, njëri prej tyre je edhe ti. Ja thotë kështu që s'ka më marr me ato çështje, do para ta edhe po me sikur ti shkon në fushë e besim e ilmul kelamit që kemi tash trajtimi i çështjeve dytësore, tretësore që kanë të bëjnë me çështjet që po quhen besimit, do të ishin marrë metodë sahabët. Se ai kum pas sahabët ta vinë më marrë me halal dhe haram, me çështje praktike, me ato që të muslimanët që e nderojnë këtë dhe e ndalsojnë edhe sjellin lumturinë këtë në botën tjetër për ata, ka vendosur më marrë me çështjet e fikut. Do të ai ka mësuar pe mësuesve, do të shkon në Basra, ka mësuar prej se Basra ku ne njoftën me ilmul kelam. Shkua atje ka mësuar ilmul kelamin, dhe u bë njëri kryesor që ka kundërshtuar tani. U kanë dent me i mujtën në dialog. Basanek ka filluar pe dietarëve të Kufës me marr hadithin pe dietarëve më të njohur, kerajetet pe dietarëve më të njohur të Kufës. Dhe normalisht në fund të mas shumë ti mas gjati praktika që ka qenë tani pa më ndyshje pjesë e shkollës së Abdullah ibn Mesudit që ka qenë duke udhëheq Hambadi që ja tham pak më herët. Numri i dietarëve pe cilëve ka transmetuar dhe ka marrë dije Imam Ebu Hanifja mbërrin në 4000. Do të parafërsisht është numri është 4000 do të po, normalisht ta dietarë nuk janë vetëm dietarë të Mekës, të Kufës, po kanë dietarë të po. Imam Ebu Hanifja ka bënë 55 herë ka kryer haxhin. Kanë ardhur në Kufë dhe në Medinë me muaj të tërë. Mekë në Medinë. Po, më fal, në Mekë dhe në Medinë. Pastaj Imam Ebu Hanifja mos harrojmë se në periudhë ka qenë për ndjekun në Kufë për Haxhaxhit pe Emevive, praktikisht po ajo është larguar dhe është strehuar në Kufë në Mekë dhe në Medinë, do të praktikisht ajo taku me dietarët, me xhallar me siç do të shohim shumë prej tyre si Imam Ataja kur u kon hoxha i më i madh i Mekës në kohën e vet. Kur ka ardhur Imam Ebu Hanifja ka urdhëruar mu i bë vani para tina mul. Kjo mul para tina ka pas një farë shajet që do thot është më i dallumi. Prandaj ja ka bëu edhe vendin. Jo, s'ka pas atë ndyshe, do të me ul te kom te profesorët e hoxhës. Ka qenë kon më i ngritur, më i avancuar për studentave. Për ata Imam Ebu Hanifja normalisht ky numër i madh dikon e habit jo, kanë pe transmetuesve pe shumica pe dietarëve të hadithit përmend libra, për shembull nëse morëm mësuesit e Buhariut ose mësuesit e dietarëve më të tjerë, kanë 5000, 6000, sa nëse ka transmetuar një hadith e ka konsideruar si profesor të tina. Se ky numër do të bëj shumë se një dietarë kanë thonë pe dietarëve. Normalisht Imam Dhahabiu përmend shumicën e dietarëve të kohës pe cilëve ka marrë dhe përfundon në fund dhe thot wa khalqun kathir dhe shumë të tjerë. Po, Imam Laknawi thot amma mashayikhuhu fil ilmi fa kathirun jiddan. Ata mos ai përket dietarëve pe cilëve ka marrë dije, Imam Ebu Hanifja është numër shumë i madh. Prej tyre tash Kubra Zade që është njëri prej dietarëve më të mëdhenj në thejbin ton pe tershmeve, ai e përmend praktikisht libër ka shkruar për këtë farë. Numri i tyre që ka marrë për tyre Ebu Hanifja, hoxhallarëve dietarëve, e ka 4 bishën. Këtë mbron edhe si mendim edhe Ali Al-Qari El-Harawi, i cili praktikisht i është rrek senedit të Ebu Hanifes për dietarëve të tjerë, është marrë me këtë çështje libër ka shkruar, edhe ai e përmend se bile bën dallimin mes mësuesave të Ebu Hanifes për shembull, dhe Imam Buhariut është se shumica e mësuesave të Imam Ebu Hanifes janë jami'in baina ar-riwayati wad-diraya. Që kanë qenë dietarë edhe të fikut edhe të hadithit, që kanë njoftë edhe transmetimin edhe çka ka kuptimin. Ndërsa shumica dërmuese e transmetuesve ose mësuesave të Imam Buhariut ka qenë vetëm njerëz të rivajetit. Do të veç magnetofona, filon për filon, ndërsa nuk kanë qenë dietarë që dinë edhe çka po transmetojnë. E kjo ka qenë dallimi mes fuqahave. Edhe po.
Ndërsa sa i përket Hamadit, para që tham, gruaja u shkaktare, u shkuatët, ju kumë bashkangjit halkës, dersit, normalisht u do shtë në fund. Në zonë si majeri. Po, zonë si majeri edhe në fund krejt. Dhe e kumë dëgjue, me vëmendje që është që i ka trajtue. Të nesërmen, të Hamadi ka pos metodologjinë së tash. Mas pari përsëritja e dersit ose çështjeve që i kemi trajtue dje. Dhe kumë fillue për çdo çështje me që thëmë na me qëvishtin. Edhe çdo çështje kur kumë fillu më dukt të hoxha, të Hamadi kumë fillu më dukt edhe më pas qartaj që s'jëm sigur tjertë, më dalue, më vequa për i tjerve, kur kanë gabu tjertë. Që dje kena thonë qështu, ka thonë jo, a dhe kur qështu kena thonë, unë e kumë ngritë dorën dhe kumë thonë qështu kena thonë. Dhe për një kohë shumë shkurt, ka thonë nuk ullet kërkush të komt, para komtëve të mija në halkë përveç teje. Po praktikisht po flasim për moshën shumë të re, kur ka pos zonësa që janë kont nivelit lartë të Hamadi, mirë po, Imam Abu Hanifja prej këtu nuk ju ka ndo asë një herë Hamadi vetëm kur ka votue jashtë kufës. Nuk ju ka ndo në kuptimin a veç në ders, në ligjërata. Po dhe jashtë dersit, edhe të shtëpia, edhe që dalë pe i derës shtëpis, ose atë në Abu Hanifën, ka nejtë para derës tina, dhe sa, kjo është interesimi madhë për fek. Kanë orë dhe kam pyet, për çështja e orë, ku jam marrë me vetë hoxhën, për çka kemi pyet, çështu. Kam përgjigje është kjo. Po kanë, nëse do në hije pyeti, edhe ushtri e ka pyet, kam filoni po pyet çështu, unë i thash çështu. Hamadi ka thonë, ose është çështu, ose ne ka pas vërejtje, ka ndryshojë çto, se këto e kemi këtë transmetim për pejgamberit, këtë transmetim për Ibrahimin në Khajut, këtë, dhe o i ka, edhe ka dollë, e ka përcjell. Imam Abu Hanifja, atë dera i ka unë, Hamadi po, hoxha po kështu, edhe ja ka unë përgjegjën rreth çështjeve. E kum pyet, sa që plot herë, është nëzhe, bolmo, largohë. Kanë nxjerr për i tina gjithçka që ka shkon e mu, e mund shme me nxjerr. Për ata do të kur ka vdek ai nuk kushton diskutabil, edhe pse nuk u kon mbaj vjetri në ders në halkë, në ligjëratë. Kon moshën 40 vjeçare, moshën 40 vjeçare ka marr vendin e mësuesit dhe ka udhëheq halkën në vazhdim. Profesor, është më rëndësi ta dim tash edhe respektin që e ka pas Imam Abu Hanifja ndaj mësuesve vet, meqense në kohën e sotme e dim që ka rënë nivelin mirë, po është kemi lexuar, kemi ndëgjuar çfarë respekti ka pas, edhe është në interesin e shikuesve që ta dinë për respektin e madh që u ka bë dietarëve, mësuesve. Po, Imam Abu Hanifja tash në zonësat e kohës për cilën po flasëm, tash mos them që edhe ne e kemi marrë një kohë kur mësuesi është të respektuar dhe është nderuar pak më ndryshe, po. Koha para nesh e kanë respektuar edhe më shumë. Po tash me kalimin e kohës dhe kjo që po që kultura e ri ka po që fëmija pesi po lindin me këta telefonat, me këta iPadat e të sene, praktikisht tjetër edukat, tjetër kulturë dhe ka filluar mësuesi me dalë prej modës, po thumë, kjo është fatkeqësi e madhe. Ndërsa për kohën për cilën po flasëm, lidhëmëria në mes mësuesit dhe nxënësit ka qenë shumë tjetër nivel. Shumë tjetër nivel. Për ata Imam Abu Hanifja, tash si nxënës, respektimin që e ka pas ndaj mësuesit, është munduar çdo nevojë që ka pas mësuesi me kryej. Tash flasëm çka ke nevojë, më shkon në dyqan, çu në shoj. Veç me pranuaj me najt ofertë që më marr prej që me marr prej tina. Dhe siç thot ai, si të tregon Imam Abu Hanifja, thot nuk ka ndodhur asnjëherë që me lut Allahun xhaleshanu për prindërit, e që mos me lut edhe për mësuesin. Ose siç thot në rivajet tjetër, transmetim tjetër, gjatë gjithë jetës së tij prej momentit kur ka filluar me marrë dije prej Hamadit, asnjëherë nuk i ka shtri kont në drejtim të shtëpisë së tij.
Nga respekti. Po, edhe pse thot kemi pas 7 rrugë, ose rrugët janë mes shtëpisë e Imam Abu Hanifës që i kanë respekt të mësuesit. Asnjëherë nuk i ka shtyr këmbë në drejtim të shtëpisë së tina. Do të flasim për, po tash është e karakteristike se do të flasim tash Ebu Hanifja, tash Ebu Hanifja si nxënës, si student. Flasim për Imam Abu Hanifën si mësues, do të shohim që është bardh kjo çështje dhe tash ka qenë interesimi i Imam Abu Hanifës për nxënësat më i madh se interesimi i prindit për ta. Po tani shohim që ai shpirti është bardh të nxënësat e tij dhe e kanë respektuar dhe kanë dashur nxënësat e Imam Abu Hanifën, saqë praktikisht përsëri është tash në këtë kohë na duken që është veç teorike, se është e vështirë mu realizohen në praktikë. Me qenë se tash me vazhdu pak orën për të minutazhe mësues ose ligjërues profesori, më herë vijnë ankesat, ndërsa në atë kohë kanë qëndruar tek ideja e shtëpisë për me prit mësuesin me dalë me përfitu prej tij. Ashtu është. Faleminderit profesor shumë, zoti shpëlbeft, ne do të vazhdojmë inshallah. Po, inshallah taala. Unë kisha pas veç me përmend çka kam rri Imam Abu Hanifja, dëshminë e njërit prej dietarëve të matmajt të kohës së tina. Ka qenë pak më i vjetër në moshë. Tash interesimi për dije normalisht dhe ajo zgjurësia që përmendëm që i ka pas Imam Abu Hanifja, që i ka thonë Imam Shafiu për në ty po shoh zgjurësi të rrollë, se që thot Imam Dhahabiu për Imam Abu Hanifën, kana min adhkiya bani Adem, ka qenë prej njerëzve më të zgjuar të njerëzisë, të muslimanëve. Imam Dhahabiu për Imam Dhahabiu për Imam Abu Hanifën thotë kana min adhkiya bani Adem. Flasëm për diçka shumë të rrallë, shumë kolega i tina që është pak më i vjetër se Imam Abu Hanifja, po praktikisht Imam Abu Hanifja edhe ka marrë hadith për tina, po edhe ka mësuar hadith së bashku dhe fik së bashku dhe në shkenca të tjera, edhe është fjala për Misar ibn Kidamin. Misar ibn Kidami është njëri prej dietarëve më të shurt hadithit. Njës i kirajeteve dhe i Kur'anit, saqë është quajt el Mushaf. Mushaf i kanë thonë. Libra. Po. Thot Sufjan Thauri, thot që është imam i kohës, që thashtë për imam e matë në kohën e Abu Hanifës, thot për çdo çështje që kemi pas divergjenca, jemi shkuar dhe e kemi pyet Misarin. Misari tash flet për Imam Abu Hanifën, se është kolegi tina ndije, dhe unë po mundona tekstualisht qëshe kanë përmend librat që flasin për jetën e Imam Abu Hanifës. Thot Misari ibn Kidami, talabtu ma Abi Hanifa al-haditha fa ghalabana. Kemi lyp bashku, kemi kërkuar hadithet, do të kemi lyp hadithin, do të jemi dalë, kemi për më mbledh hadithe. فغلبنا النار كاتي قالوها فأخذنا بالزهد وصف الزهد فبرأ علينا برسري نجوش تتسيل لسا الزهد لسانه تحلوك برسري ناكاتي قالوها وطلبنا الفقه ذاك كركوز باشكو يرسبضين تسفيكون بزباشكو متى فجاء منه ما ترون حكينا من بلف أي كاريت كتشا تشبو عشانه. Do të tona fushat jemi munduar me garu me te dhe në asnjërin nuk kemi mujt me arrit. Ose me kaluar. Po, kjo është tash rezultati i atij interesimi të madh për kërkimin e dijes atë prej Imam Abu Hanifës rahimahullahu taala. Vërtet. Dhe profesor, nëse nuk i diçka me shtuar, kishim mujt me përfunduar misionin për sot, nderuar shikues, pra injizimet e misioneve të trajtesës shkencës së fikut i gjeni gjitha në faqet Bashkisë Islame në rrjetet sociale, kështu që deri në emisionin e radhës ju përshëndesim me selamu aleikum dhe miru takosh.